jo veç në Prishtinë, po të shumica e kandidatëve për kryetar, që ka përveç kandidatit për kryetar të Mitrovicës nga radhë të PDK-s, i cili Zoti Tahiri dje tha që gjithë kalkulimin e premtimeve e ka bërë në bazë të buxhetit vetëm të komunës. Dhe asnjë premtim më shumë se sa ka mundësi buxheti i komunës. Premtimet që po bëhen për të llogaritë në qeverinë, në projektet ministrive, e që gabim, tani masanej po dalin për me ranca, edhe s'po mujnë mi realizu ato. Kur premton ti që dhe ke përparim Roma, tram, ka me pru tram, 30 metra të gotë, unë nuk e di ka ka mështi 30 metra të gotë në për Prishtinë. A po kupton, që to premtime me Galemoni janë... Se a e ka analizu, Alend, trenin 30 metra. Tram, këna me pru një tram. Me nashtina ka shticë. Po jo 30 metra se gatë shumë i lesën e bojna. A e që nuk ta më shtynin 30 metra në Prishtina? Jo, brajgore është aja, po kupton. Mirë tha Bek Berisha në një reklam që kishë bo, tha aeroplani Prishtinë Fushkosovë. Veç aja ka mejtë pa o bremzu. Vjetë gjëna mjafton ti me po komunën tonë edhe që për javë thamë një problem konkret, besa dhe policistë po i bajtë thirrje. Jënë shku e kanë qitë një tabel në Bill Clinton, kur kthehesh mojtas për më shku ka bonka, Raiffeisen banka, e kanë qitë një tabel që ndaluhet këthimi. Pako e pas kam bo. Pako e pas kam bo, krejt. Imaginoj të gjithë banorët, mira banorët që banojnë të Nartel Center, nuk mujnë me hynë shpit vetën, sepse të Raiffeisen banka nuk mund është më këthy sa është rruga, do më thonë, e pandërprejnë. E qysh është opcione? Ta e din, unë për qëta po thamë, ti me ndo element shumë i vogël, po shumë më rëndësi, në qëfar mënyre e planifikojnë e terrorizojnë qytetarin. Në anën tjetër, mbyllja sheshit ka qenë komplet e gabushme te katedralja. Ta shpëdojnë që dejte reti flamurit. Krejt komë në kojtë nonën, dejte ati komë në qitë. Po adi pse? Sepse ti autostradën kër e ndërton, në bazë të ligjit, në që se ban autostradën me pages, duhet mja garantu qytetarit rrugën alternative. Lind pytja, qëfar zgjidhje i ka dhonë kë Prishtinës që na ka bon neve 300 metra qytetarin e Prishtinës me shkun 300 metra 40 minuta? 300 metra, ti përrin qështu si dud. Do thot, kë nuk e ka menu fare këto, kur fare diskutimi nuk ka pos. Ata drejtorat unë po të garantoj, duke njoft mentalitetin ton, njerëzit ton, para shefa, para drejtora, vish dëgjojnë, rrinë, kur dolin koridor, thujnë, a njëve mëre budallën që ka tha, po i budallën, pa i pëta qëtë tabelën atje. Të nam përgjithësi, kërkur s'ka gudzim i thona shqyqare, dikoj që i ki keqë, dhe s'jerë rrugë zotit në qëtë. Unë mendoj që këtu duhet qëto pretimet, pa lidhjet, duhet me sankcionu dhe me lezë. Ju e dini se është në perëndim, nuk guzon me premtu gjithë shka. A kom perëndim që shto sankcione me legja? Denohesh. U se s'kom informacion, nuk shtë me folë. Qytetari... Denohesh për qytetarit, po që s'votojnë. Qytetari... Okej, që është tjetë... Jo, neve pa na sanksionu me legjë, na prajnë. Me legjë nuk e di a ka shpo. Qytetari duhet me janar me legjë. Nisë si kjo ti e të thirë pak, ko gjani farë sistemi ju demokrat. Po qysh me nalë këtë ranë, këtë amulli. Tani duhet të përshamull edhe... Kjo është shmendurisa flasin të njës. Nuk bohën gjona. Pse? Për shemull, po premton rregullimin e çështjeve mbeturina, ndërmarrjen pastrime e udhëheq PDK-ja. Ajo dihet botërisht. Po, ajo është kur gjo. Ajo është me probleme. Është Petri Treqica, antari i Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk e di ashtu. Është halo. Edhe është vetëm një kompani që kom dëgju publike që i ka të punësuar në zyret marketingut dikon 2-13 punëtorë. Qa dashta me thonë norë që qytetarit duhet me ditë që ujtë e pijes, kanalizimi, këta që flasin për ditë, ju takon me legjë, nuk ka nevoj me apremtu kryetari hiq ose asamblejsi. Ajo ju takon, ju duhet me shku dheri në komun, me boni kërkes, sepse të takon si qytetari Republikës. Qysh ka mundësi më dhonë një leje ndërtime,
e mjë morë një biznesi taksa e shteti, dhe më thonë këtë rast komuna, mos me bo rrugën se ka obligim, mos me aqu infrastrukturën. Po, gjonat bazike që i duhen për me funksionu se që qanë. Po i takon qytetarët me lish, pse pja premton? Diçka që i takon ati. Ti veç du të mi bo, s'ki nevoj me premtu hiç. Shko njëherë, për shambull, edhe në shambull e thjesht, po e din tonë qytetarë që asaj që i binë. Shko të hyrja e spitalit Amerikan. Shikoje qëfar mënyre ku nuk mund mu këthy, është rrezik për aksident. Po, exakt. Nise, unë keshët edhe me trotuarit që i kena prishtu për shambull. është trotuari 5 cm që as ka montane nuk e nxan, tani është një derë shtëpisë. Ku kish mujt çaj objekt me marr lejet ndërtimit në Tani është një derë shtëpisë që doli fëmia me lujç aty, domethënë është komplet një kaos që Tash kena me provu edhe tram. Nur, ne si kemi jetu pak në perëndim, ne më kemi vështirë mu marr me këtë situatë dhe nuk na ka ju truni. akli menu që Kosova ka më bo perëndim, a çka? E pas një rajt. pse mos mu bo? Edhe pse mos mu bo? Po për çka erdhëm na, për çka u kthim me perëndimin? Erdhëm për, jo, erdhëm na prej perëndimit për me kontribu. Se keni pru perëndimin me vete? Po ne kemi provojën, mjafton. Po punojmë, po pagojnë taksa. A di qa për të diskutu edhe pak që me, sidomos të sentimenti fetar, Milaem, edhe okej, afërdit tani dalim të një komun tjetër, po të Prishtina, e kom vrejt një sa nuk e di sa është, po luhet me sentimentin fetar pikërisht nga përparim Rama, me qenë se është tashmë të ndërtu xhamia ma e madhe në Ballkan, dhe po thonë që edhe ajo xhamia meriton ta ketë sheshin e vetë. Kur folëm të sheshit që ka me shku dëri tek rrjeti i Flamurit, do më thonë, që shishet qëto premtime që hudhen mbi sentimentin fetar, ku e prek mbi nacionalizmin, ku e prek njerin, do më thonë, heq pa dash janë se dën njerin hajtë se o të ma bo një shesh edhe për xhami, që she kam bo edhe për katedrale, që kjo është tu diskutu në Prishtinë. A besën që vetëm për vota e ka, për asgjë tjetër, sikur ne mi shumë... Dje që Biku ka këgjo shumë antar, mëndej abdin përkthejet në vota, është të vërtet. Ne deputet jaran shumë ngusht jame, del ke veç për vota, thëj kënë foltorët parlamentit, duhet mu leju regjistrimi makinave 2008 sa 2 se patëm pruna një farë regullore. Pse? Se aj e di ke fort mirë, që aj kusherini jam fukaro në abri. Po ati aj e kollë zabelin e vetë atje, së limo auspuhi kuri qete e prish me ambjente me krejt, si interesën veç me registru makinën, e ky është në gjendje me dollë dhe me thonë me shkatru ambjentin veç me morë do vota. Të njëjtën gjanë po vepran, dhe me thonë për parim Roma. I takon, si takon, gjdo xhami në botë, kur ja ke dhonë lejen në ndërtimit, e ka atjet kufizume, ku ka me pos sheshin, qka ka me pos të... I ka krejt, po. Aja është në komend, xhamia e ka burrin e vetë, vendin e vetë. Hapsirat e veta. Për sheshit e katedralja, për shembull, është marrëveshje mes komunës Prishtinës edhe i peshqvisë Kosovës, që qajo pjesë ka më shëndru në shesh. Edhe është duke u realizu edhe për qaton, nuk e besoj premtimin që jove në por hapet e rrugë.